Asambleja e Partisë Socialiste solli ndryshime të drejtuesve politik. Kryesocialisti Edi Rama emëroi Tauland Ballën si drejtues të qarkut të Tiranës, ndërsa kryeqyteti u besua Ogerta Manastërliut. Durrësin tashmë do ta ketë në patronazh Blendi Klosi, ndërsa Fieri i qëndron Belinda Ballukut. Ulcimania u emërua në qarkun e Dibrës, ndërsa qarkun e Lezhës do ta drejtojë Ermal Nufi. Edhe Shkodra ka ndryshime me Enea Karakaçin si drejtues qarku. Ministri Malaj do drejtoj qarkun Kukës, ndërsa qarqet e tjera vijojnë pa ndryshime. Këtë të shtunë, kryeministri Edi Rama bëri ndryshime edhe brenda Tiranës. Eduard Çalsi do të jetë në Tiranë përkatësisht në njësinë 11, teksa më herët ai ishte drejtues politik i qarkut të Kukësit. Njësia 5 u besua Fatmir Xhafaj, Tauland Ballës dhe Orion Braçës, ndërsa Elisa Spiropali dhe Anila Denaj u caktuan në njësinë 13. Njësia 8 u besua sërish Igli Hasanit, teksa do t'i bashkohet edhe Vilma Premti. Damian Gjiknuri dhe Blerina Gjulameti mbeten në njësinë 4, ndërsa Lindita Nikola vijon në njësinë 1. Iris Luarasi dhe Dona Bilali u caktuan njësia 3, ndërsa njësia 9 do drejtohet nga Ogerta Manastërliu dhe Olti Muzaka. Gjatë mbledhjes, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi dha dhe datat për zgjedhjet brenda partisë. Zgjedhja e strukturave vendore të partisë do të zhvillohet në periudhën kohore, pra nga 21 marsi deri në 30 qershor, dhe kjo periudhë do të jetë ndarë në disa segment. Nga sot deri në 16 prill do jetë njohja dhe analiza e çdo organizate. Nga 16 prill në 13 maj do të mbahen zgjedhjet në organizatat socialiste. Nga 16 maj në 12 qershor do të mbahen zgjedhjet e kryetarëve të partisë në bashki. Dhe mbas 12 qershorit deri në 30 qershor do të bëhet konstituimi i organeve tona lokale. Klosi ritheksoi edhe rëndësinë e përfshirjes së diasporës në proces. Diaspora nuk është një element dytësor. Ajo është pjesë organike e rezultatit tonë politik. Gati 200.000 vota të vlefshëm diasporë dhe 61.1% e votë për PS-n tregojnë se shqiptarët jashtë vendit e ka lexuar Partinë Socialiste si forcën më të qëndrueshme dhe më përfaqësuese për të ardhmen e vendit. Tashmë Partia Socialiste pritet të nënshtrohet procesit organizativ që do të kulmojnë me zgjedhjet e reja në struktura. Hapi radhës për Partinë Socialiste është aktesi